Fuqia më e madhe në Trepçën dhe kur kemi pas minator dhe vitin e kaluar, mënyra e koordinimit në mes vete. Sikur kur fol me një, si më fol me 350, fjalët i kanë të njëjta. Është një komunitet shumë i rëndësishëm që inkorrore këtë shikues, këtë Kosovën më shku mi pa, me vizitu minatorët. Shtypjes po them që janë të mira që ato kushtet. Kushtet kanë shumë të rëna. Edhe pse faktet kanë punu minatorët edhe gjatë luftës nuk janë nalë. Faktet që nuk kanë ndryshu që të është ajo thelbi si punimet, nuk kanë ndryshu kur gjofi për situatës kalume, deri me tash. Qysh ke ardhur deri te ideja për me i qitë gurë qështu? Na veç fillum me kuratim gazetaresk, për fillimit. Kjo kohën veç një vazhdimësi e ideja të reja që kemi pas, sikur kur kemi fillu edhe me reportin House Gallery. Na kemi bisedu bashkë se s'kemi bo shumë për Trepçën, edhe pse ka qenë qendër vëmendjes. Na duhet me pru Trepçën qendër Prishtinës me kuptu historinë. Gurti në referencë shumë e vogël, e cila reprezenton 100 vjetorin e Trepçës. Hulumtimi, kur kemi fillu bashkë me bo, ideja ka qenë që me shku në Trepç, me përjetu që ata. Një mungesë shumë e madhe, sidomos në botën e artit dhe skenën e artit, në është një mungesë shumë e madhe e hulumtimit, se nuk ka zemër. Shumica e punive që po dalin treg për momentin kanë pasojat hulumtimit, edhe ka pasojat shpjegimit punimit. E ki fjallën pasojat mos hulumtimit? Mos hulumtimit, unë falë, po. Edhe kështu fillum, shkum Trepç bashk, shkum fell. Mu që kam la përshtypje shumë muzeu i Trepçës, kuratimi i Trepçës muzeut, ke qash bukur i kuratum, qash që detajum, shpjegimet e se cilet mineral që kem rana, ke shpjegimi ata shumë, edhe më inspiroj shumë, po këm dasht me iki idejës tradicionale. Pra me pas një farqasje shikuese që është situata Trepçës najrë, nuk ka hala përgjegje, nuk ka hala zhvillim, problemet e njëjta, ka prap greva, pra si kur ka qenë para luftës, si kur tash problemi është i njëjtë, edhe pse jena të pavarën që 26 vjetë për në bonë mas shlirimit, edhe prap problemet e njëjta. Fuqia më e madhe në Trepçën dhe kur kemi pas minator dhe vitin e kaluar, mënyra e koordinimit në mes vete. Sikur kur fol me një, si më fol me 350, fjalët i kanë të njëjta. Është një komunitet shumë i rëndësishëm që inkorrore këtë shikues, këtë Kosovën më shku mi pa, me vizitu minatorët, po ashtu me vizitu dhe Trepçën. A nuk dekurajoj fakti që u dushe me hi fill 50 gradë Celsius me hesë në tokë? Pse nuk u dekurajove prej qati sikleti për me ardhe i të shkypon? Jo, ajo mu motivoj ma shumë. Ajo më jepi ma shumë fuqi. Edhe bashkë që ajo momenti që i fillu me ecë me njënën pistafit për ara jamnin, së më kujtohet, rëfimi tina, ajo ka si një tour guide, për fillimin deri në fund të shpjegun detaje, çdo punë që bëhet mrena, ku takum edhe stafin mrena tjertë, stafit që punojnë në ndërime atë, ka shumë inspiruese për mu. Çka të la përshtypje vizita në tokë? Përshtypjes po them që janë të mira që ato kushtet. Kushtet kanë shumë të rëna. Edhe pse faktet kanë punu minatorët edhe gjatë luftës nuk janë nalë. Faktet që nuk kanë ndryshu që të është ajo thelbi si punimet, nuk kanë ndryshu kur gjofi për situatës kalume, deri me tash, ku veti pa më stafin, kanë shumë mitë pretës, nuk kërkursoan ku, kërkurs folim ashtu si që dohet, kanë një farë komunikimi shumë modern, pa ma parasysh kushtet që janë, keni mikpritje mërkurlushme, ke suku me qenë një pjesë një farë muzeu ose galerisë, kur t'i shpjegu senet, t'i folë për punë, çfarë gusht nxjerrin, çuçi kanë orarin, po nuk ke asnjë fokus, asnjë moment. Jo la se kena kushte kur gjuspat. Kur kemi dalë jashtë, kur kemi filluar më kthy prej Trepçës në Prishtinë, çatër filloi ideja që duhet me pas diçka që reprezenton krizën e Trepçës, që është s'ka as nalt as qiell, se jemi fund tokës. Po problemi i Trepçës po jetë gjithmonë floating. Po vazhdon me mbet. Problematike. Unë këtu jemi inspiru për një artistës britaneze, Cornelia Parker, e cila punon me dekonstruktivizëm të shtëpijave. Edhe më la shumë përshtypje se është koncepti kogja afër në praktikën e sajna. Edhe që ke masa afti që me interpretu idenë se çka a më vynë një artist me bu një punim, po du me kuru pa artist. Po këtë rast Trepça janë artist. Jam vetë punëtor të artista. Zanatli. Qa është ideja jam që unë po du me inkorru edhe të rritë
sidomos na i ri që fillon me menu që ka me qenë kurator apo do me kun kurator, sikur që kemi bë me gazetari. Principet janë të njëjta, po ne besoj që në reporting house na kemi zhvilluar një farë tradite besoj, që po inkuarojmë edhe të rit që kurimi nuk ka limit. Çdo sa duhet më kuru, në opinion tamin. Na vjen me pas shumë komente, si do të shoh çka janë, nëse na duhet si muze duhet më zhvillu në bazë komente që i marrim për shikuesve, çka me marr pjesë tëra të historisë që s'është bërë hala. Punimi jot e ka dimenzionin edukativ, dimenzionin shkencor, dimenzionin teknologjik, e në fund artistik. Kallëzom qysh i ki nxjerrë çto trijat, pse po mendon që i ka qëto edukativ, shkencor, teknologjik? Edukativ është muzeu në veti. Na i kemi thy gati, s'me thëmë rekorde, po për një kohë shumë shkurt i kemi pas diku 1700 vizitor, ku ka qenë shkollat fillore të mesme, të fakultetet. Është më rëndësi që ky muzej me qenë pjesë e një kurrikulës dikun, me një universitet. Është setorit privat, as shteti nuk është më rëndësi. Është edukative, po në vetë i kumpru studentat, ku mojt praktik, ku mojt orë, ku mojt ligjërat, ku mojt punëtori, se qysh ka kuratohet një muzej, se që Atlandi ligjëraj. Edhe kum pas një impakt shumë të madh prej studentave tonë, cilë thojnë, okej, po ana teknologjisë, ana hulumtimit. Na gjithmonë i tutëm teknologjisë, po s'do të më tutë teknologjisë, po do të më kuptu çka bën teknologjia. Po jo më tërheq me vazhdu me anën tradicionale. Kjo është shumë tradicionale si instalacion. Thash do të më hi ana teknologjisë dhe shkencës që po thoni, se qysh mundna me adaptu me nxjerr sa më shumë informata, qysh mundna me bë 3D, qysh mundna me bë VR, AR, trepshin, që na me pas çështje piktuhet, me pas çfarë bën ndodh në trepsh. Ajo do të më kon jo vetëm Kosovë, do të më rrok pak më gjatë. Jo me kallëzu hjekat, rezistencën, sikur koncepti ekspozitës. Kallëzom kusht ka nimu mas shumti me ka aspekti logjistik me prodhu këtë punim, sepse është një për punimeve logjistikisht më të vështira me realizu, edhe ka aspekti sigurisë, me ngjit gur që mujnë mira dikujt. Qysh ka ardhur te realizimi, jo veç deri te ideja kreative. Na kemi shku me Open Art Gallery, që është Naim Spahiu. Kemi shku bashkë në Trepç prap, edhe kemi shiku gurt, kemi shiku vlerat, cilat kristale janë më të vlefshme. Për mu janë kërë vlefshme se kanë dalë pi stafit Trepçës, për mu nuk është më rëndësia, është kristal, ka dalë pi stafit Trepçës. Nuk ka struktur, kjo është më e vlefshme, nuk ka rënditje. Rënditje është Trepça. Mirë po, e ki pas një kërkesë specifike për madhësinë e gurve? Po, kom pas kërkesë specifike të madhësive, për shkak që kur të afrohen shikues drejt punimit, të jep një farë hipnoze. Se plus po lëvizin ka pak. Unë po pres që shikues me pas dikon deri 10 minuta çasjen me ul nga të punimet, sikur kemi këtë benching këto. Tu ne përjetu pak. Qa ki dashtë me mrime qëtë pasqyre? Pasqyre ka shumë vlerë të madhe që ta kallë një histori po du me nda me juve. E thira një kompani për pasqyre se patëm shumë problem me gjetë. Se për shkak është sezona, është kompani në zona dhe lamru Grezda kompani. I tërgova për çka është puna dhe kur erdhi këtu pronari Muhameti, tha çka është ky vend këtu, thash është muzeu i luftës. Tha këtu a keni pineve? Automatikisht më ka lap shumë emocione se shumë e vlefshme. Edhe ideja e pasqyrës është me kriju një perspektivë të pafund. Pra, momentin që shikon pasqyrë ti je pjesë automatikisht e Trepçës. Mi për reflektimi i punimit të Lanës, Don't Dream Dreams, të jap një farë reference që ata hala po kanë dreams për kushte më të mira, kur gjë më shumë, kur gjë luksoze, kushte normale. Që kjo është ideja e pasqyrës. Me kryu një hapësinë pafund.